Banorët të Kukësit morën pjesë në ceremoninë e homazheve të zhvilluar në varrezat e dëshmorëve me rastin e 81 vjetorit të çlirimit të Shqipërisë. Në këtë veprimtari përkujtimore ishin të pranishëm veteran pasardhës të familjeve të dëshmorëve, si dhe përfaqësues të institucioneve vendore, ushtrisë dhe policisë së shtetit. Kryetari i Bashkisë Kukës, Albert Halilaj, shprehu nderimi dhe mirënjohjen për të gjithë ata që sakrifikuan jetën për çlirimin e vendit, duke theksuar se Kuksi dha një kontribut të veçantë në luftën për liri. Dhe mirënjohje sakrificën e brezave që luftuan për lirinë dhe dinjitetin e vendit tonë. Le të vazhdojmë të ndërtojmë Shqipërinë me punë, përkushtim dhe unitet, duke mbajtur gjallë vlerat që na bashkojnë. Urimet të gjithëve këtë festë të rëndësishme kombëtare dhe lavdi dëshmorëve. Urimin e rastit në këtë përvjetor të rëndësishëm në emër të veteranëve dhe familjeve të dëshmorëve e përcolli kryetari i shoqatës së familjeve të dëshmorëve, Agim Braha. Na mblodhën dy data, dy ngjarje, dy lapidar, të cilat janë shumë madhështore për popullin shqiptar, por edhe për popullin e Kukësit. Ne dje përcollëm 113 vjetorin e shpalljes së shtetit shqiptar, një epope e lavdishme, shumë vjeçare, e cila me shumë mund sakrifica arriti që të njihet nga shtetet e botës për herë të parë me 28 nëntor të vitit 1912. Epopeja e luftrave të gjata shekullore bëri që populli shqiptar të radhitet në një ndër popujt më luftarak gjatë gjithë kohës. E veçanta e këtij populli është sepse kalvari i vujtjeve dhe i torturave nuk largue asnjëherë, ku pika kulminante ishte ajo e luftës së dytë botërore, kur boshti Rom-Berlin-Tokje vendosi që të pushtonte gjithë botën. Shqipëria, një vend i vogël i pafuqishëm, u mbështet në krahun e antifashizmit dhe për 5 vjet rresht luftoi me bijtë e saj, që nga njësitë e para partizane, qetat, batalionet, brigadat deri tek divizionet. Shqipëria u radhit në krahin antifashist nacional shqiptar dhe lufta e dytë botërore e përgatiti, e forcoi dhe e radhiti në krahun e fitimtarëve. Në varrezat e dëshmorëve në Kukës prehen eshtrat e 94 luftëtarëve që ranë për pavarësinë e vendit dhe 86 dëshmorëve të luftës antifashiste nacional shqiptare si dëshmi e sakrificës së Kukësit për lirinë e Shqipërisë.